mbani përshtypje një shkrim, pas ka qenë një udhëheqës, edhe një ditë për ditëve shkon me vizitu një vend tjetër. Edhe ka të kalon rrethit i shet do vorreza. Nëse janë vorreza të muslimanëve, duhet mu lut, mi dhonë selam në muslimanët. Është temë që do të flasë një herë tjetër gjatë. Mi thonë paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi ju o ju banorët e vorrezave. Allahu qoftë i kënaqur me juve kështu me radhë. Oni far dua e gjatë. Dhe ky mreti jep selam vorreza, mirë po i bën përshtypje një shkrim në gurit të vorrezave. I bën përshtypje një shkrim në 3 mënyra. Një, historia e shkurt e udhëhecit atij vendit. Ja kanë shkruar që ka bën kështu punë të mira, edhe në fund ja kanë shkruar ka jetuar veç një ditë. Çudi. Gjata do vepra të mira, ka jetuar veç një ditë. E lexon dytën, veprat e mëdha, çka ka bën ky person, dhe shkruan në fund dhe ky ka jetuar veç 2 ditë. Çudi. Shkon te i treti, pas ka qenë dietarë i atij vendi, edhe lexojnë historinë çka ka bën ky. Dhe shkruan në fund ky ka jetuar veç 3 ditë. Edhe ky çuditë thot subhanallah, gjitha histori 3 ditë, 2 ditë dhe 1 ditë. Dhe ndërkohë takohet me ato njerëz dhe i pyet. Thot kam pa diçka çuditshme te ju. Thot pash histori të madhe të dietarit dhe ju e keni shkruar aty ka jetuar veç 3 ditë. E pash një histori të madhe një luftëtarit ju e keni shkruar ka jetuar 2 ditë. E pash një udhëhecit ju ka jetuar 1 ditë. Çka në kjo mënyrë kështu? Pse kështu? Ata i përgjigjen tha u nderuan. Tha na jetën e shkruajna me sukses. Jo sa gjatë ka jetuar. Po sot ditë në jetën e vet ka pas sukses. Atëre ky mbreti tha diçka. Unë jam musafir juve. Nëse më zë vdekja këtu, tha shkruajna në guri, ka vdek para se me lind. Sepse me të vërtet vdesin për një me, për gjithmonë, ata të cilët s'kan vepra të mira me veti. Përfundon me gjithçka. Dhe përfundon ëndra e tyre për ta fituar të përjetshmën. Prandaj rini e dashur, xhamat të nderuar, ose jeni gjallë këtë dunja, mos kurse dijen, shëndetin, pasurinë, bën vepra të mira sepse askush ma nuk ka më shkruar veturat tona përveç ti që ke shkruar. Ban vakia komo tu dash është një vepër e mirë për xhenet, kur kush se ban ma ata për ty. Ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kish pas hap vorrin në shtëpi, e tha gjithë natën dhe i thëjke vetë do filan, kush ka me falë namaz nëse vdesun, kush falet për mu, kush agjeron për mu nësë unë hindhej, e kush ban veprat mira për mu nësë hindhej. Edhe kur dalë kësë mëngjesit dhe këtash jam gjallë, atëre provo dhe ban veprat e mira, sepse as kush ma nuk ka me shenu vleturën tane. Nëse ti e ke mbyll dhe ke mbyll, dhe është çështje jotja, andaj sa imi gjallë këtë dunja, ne duhet bëjmë veprat e mira, të jetojmë gjatë, edhe mas të shkojmë botën e përjetshme, sepse na tha pejgamberi alayhis salam kur vin ditën e gjykimit njerëz dhe kanë sevapet mëdha dhe kanë meritet mëdha në xhenet, Allahu ju thot punët e juve si kishin prunë këtu, po keni lënë gjurmë tjera për mas, keni lënë dije, keni lënë vakëfe, keni lënë fjalë të mira, keni lënë punë të hajrit, dhe njerëzit kanë janë lutë për juve dhe ata është me një shpërblimin e gjurmëve të juaj, dhe të vërtetën tha Allah azza wa jall do t'ju ngjallmi në ahiret, jo vetëm kaq, por do t'ju ngjallmi edhe më tregu se çfarë gjurmë keni lënë, edhe nëse gjurmët janë mes juve dhe vdekjes 1000 vjet për mas. Këtë fuqi e ka vetëm Allahu xhalla wala. Vëllezër të ndershëm, këtu po përfundoj këtë ligjërat, me vazhdu inshallah taala në xumën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.